Të nderuar shikues, mirëmbrëma, takohemi në emisionin numër 55 postklasit ton me një tjetër figurë të njohur të sportit shkodran dhe sportit shqiptar. Do të flasim sonte për futbollin e femrave dhe ku tjetër, përveç se në Juban të Shkodrës ka lindur futbolli i femrave, ai futboll i cili ndoshta nisi sporadikisht gati 20 vite më parë, por sot Shqipëria krenohet që mund Kroacinë apo edhe me të tjera arritje siç ishte ato të Vllaznisë me kualifikimin 16 skuadrave më të mira të Europës pak vite më parë, por gjithsesi fillimi është në Juban, aty ku Ferdinand Diagu në shtatorin e vitit 2005 ngriti të parin ekip futbolli femër në Shqipëri. Jemi sonte në këtë emision pikërisht me zotin Diagu për të biseduar në lidhje me historikun gati 20 vjeçar të Jubandanjës, por jo vetëm të Jubanit, sepse do të flasim përgjithësi edhe për futbollin e femrave, arritjet dhe zhvillimet. Ndonse sot Jubandania nuk ekziston si skuadër me futbollin e të rriturave, por emri ekziston me futbollin e moshave dhe natyrisht edhe historia vazhdon. Zoti Jaku, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. E lidha me krijimin e Jubandanjës 20 vjet më parë me atë fitore pak ditë më parë ndaj Kroacisë në stadium dhe jo më kot edhe pas ndeshjes Alma Hilej, një nga emrat më të njohur të ekipit tuaj, ishte njëra prej autorëve të golave, të cilin të dedikoj pikërisht ty. Me të vërtetë shumë emocionuese, një vlerësim i tillë, pasi Alma ka disa vite që është larguar nga Jubani dhe nga Shqipëria, pasi nga Akademia e Jubandanjës po quajmë, nga ekipi i Jubanit, që nga mosha 9 vjeçe deri në 16 që kaloj në Itali, por në Serie A, dhe kjo është një krenari për ne, aq më tepër ecuria e saj në rritje dhe sot një në lojtarët kryesore të ekipit të Komos ku ajo adëron dhe lojtarët kryesore të ekipit të kombëtarës shqiptare, pra dhe goli që ajo realizoi, normalisht ishte me të vërtetë një emocion i veçantë. Kur e krijuat këtë skuadër, këtë ekip para 20 vitesh, nuk e menduar se do të kishte lojtarë që nga Jubani të shkonte në Serie A, të luajnë me kombëtarë ndoshta. Të thënë të drejtën, kur u kriju ajo, kur e ideova organizimin e futbollit të femrave, më tepër unë e mendova si një diçka argëtuese dhe të shikoj një futboll disi më të brisht, më elegant, më të këndshëm me gjinin femërore. Jo se do të vinte një ditë e tillë ku futbolli femrave të ketë këtu përmasa, pra përmasa kombëtare dhe mbarkombëtare dhe emrat e vajzave të cilat, disa prej vajzave të cilat janë rritur tek Jubani, sot aderojnë nëpër ekipe të ndryshme, siç është dhe te Vllaznia dhe tek ekipe të tjera në Shqipëri apo dhe jashtë Shqipërisë, siç është Alma, janë disa lojtarë të Gjorgja, Lindita, të cilat lozin në ekipe ndoshta më si thosh të nivelit më të ulta, po ama aktiviteti i tyre futbollistik vazhdon akoma. Por përveç kësaj, krenaria tjetër është që shumë prej vajzave kanë njek nëpërmjet sportit dhe shkollat e mesme të larta dhe sot janë trajnere, janë mësuese të edukimit fizik, pra nuk ka kenë rastësi si thosh një sport vetëm për argëtim, por dhe një ecuri dhe një edukim dhe përgatitje për jetën e tyre. Përpara në shtatorin e vitit 2005, natyrisht nuk e keni pasur flokët si sot. Ke qenë më i ri, më aktiv, me më shumë ëndra, me më shumë dëshira, por sot jeni krenar për atë çfarë keni prodhuar përpara 20 vitesh? Normalisht kur je angazhuar apo i ngarkuar shumë, sepse të merresh me sportin, të drejtosh një ekip edhe të merresh me futbollin, aq më tepër futbollin femra, është e vështirë, pasi tek gjinia fëminore duhet të përdorësh metoda apo taktika të ndryshme, pasi është e vështirë dhe thinjat janë shtuar vërtet. Por sot unë jem mirë, ne jem krenar, pasi si që theksova pak më përpara, futbolli femrë sot ka përmasa të mëdha dhe ne krenohemi me Vllaznin, ku disa vajza që kanë, si është Mustafa,
Caka, apo Vasa, apo dhe Paula tashme si trajnere. Pra janë disa vajza të ekipit të Jubanit që janë pjesë e vllaznisë. Ka dhe thashë edhe vajza tjera që janë në për ekipit tjera të Shqipërisë. Por kryesisht e vllaznia dhe apo të ekipi i Laçit që ka disa vajza përsëri, pra është një krenari që me të vërtet mendoj që është e drejtë që unë e shijoj dhe e vlerësoj. Ju vjen mirë që shumë kush në Shkodër, në Shqipëri, por edhe jashtë Shqipërisë, ju njohin nga futbolli, nga fakti që jeni presidenti i Bandanjës dhe jo ndoshta nga Ferdinand Djaku. Ai njeriu i mjekësisë. Të them të drejtën, ndoshta në vende të ndryshme, pasi nëse në ambientet e mjekësisë më njohin dhe nëpërmjet mjekësisë, apo dhe në vendet ku unë kam ambientet e mia të klinikës, ku pacientat vinë për të kërkuar ndihmën mjekësore, nërsa në ambientet sportive është pak më e madhe kjo pjesa si pjesëtar dhe kontribues i futbollit, megjithatë dhe në ambientet mjekësore përsëri ndoshta edhe në pasi ne mjekojmë pacienta të ndryshëm, por si që dim pjesa madhe e njerëzve pëlqejnë dhe frekuentojnë futbollin, shumë njerëz edhe ndoshta në situata të vështira shëndetësore arrin të më ngacmojnë apo të më kujtojnë futbollin dhe futbollin në femër normalisht ekipin e Jubanit. E kemi përmendur shpeshherë mënyrën se si u kriju Jubandania. Nëse do të ktheheshim pas në kohë, do të merreshin sërish një iniciativë? Të them të drejtën, unë e kam shiu dhe tash pas 20 viteve e kujtoj me nostalgji. Ndoshta do të kujdesha pak më shumë për ndonjë detaj, por është kënaqësi dhe që unë së bashku me familjen, pasi familja ishte në mbështetësit kryesor, me bashkëshorten, 2 vajzat dhe djali tashme, me kanë ndihmuar, përsëri do të bëja të njëjtën gjë. Zoti Djaku, ju keni një merit sepse përveç se keni meritën e mbledhjes shumë grave vajzave të zonës Jubanit atë ditë shtatore të vitit 2005, keni menduar edhe për ta fotografuar ngjarje dhe për ta regjistruar edhe në video, për të qenë një dokument historik, siç është aktualisht. Të them të drejtën, kjo pjesa e dokumentimit, sepse unë nuk shuhem për fotograf apo kameraman, thjesht janë pasione të cilat sot i ka çdo njeri, por në atë kohë ishin pasione disi të fshehura, po e them. Unë kisha kamerën time personale dhe me atë kamerën unë kam shërbyer dhe ndoshta në një dasëm, kam filmuar apo në aktivitet familjar për pasion si theksova. Fatmirësisht unë i kisha dhe kamerën dhe aparatin. Dhe atë ditë në njërën dorë kam pas kamerën, në dorën tjetër aparatin fotografik dhe kam fiksu ose si thush kam filmu dhe fotografu pothuajse çdo moment. Dhe fal atij dokumentimi që sot karta kanta si janë ato shprehjet e famshme, fal atij dokumentimit vlerësohet dhe historia e futbollit të femra. Me pas një ditë me pas unë kam pasqyru në televizorit shkodrane tek TV Rozafa dhe TV1, Shkodra TV1. Pra, janë dokumenta jo vetëm të fiksuara në një kamerë të thjeshtë apo një aparat fotografik, po janë dhe të pasqyruar në media, ajo që jep vlerë më tepër historisë së futbollit femror. Dhe më kot njihet Jubandania si ekipi i parë i futbollit femror në Shqipëri. Ju vjen mirë që u bët protagonisti kryesor që kjo ngjarje e shënuar të vazhdonte historinë e futbollit, sepse siç dihet edhe futbolli me meshkujve zanafillën e tij e ka në Shkodër, nga Kolegji Samarian, nga Edrit Jezuit. Normalisht që ne jemi mirë, pasi unë edhe sot e shijoj këtë vlerësim nga mediat,
nga njerëz të zakonshëm, njerëz thjesht, apo dhe nga vlerësimet që ka bë federata me ato organizimet e tyre, pasi vetë presidenti Duka ka ardhur 2 herë në Yban, nuk është diçka e vogël, ndoshta për inaugurime jo me vlerë të madhe, por thjesht me mendoj si vlerësim. Kështu që unë ndihem shumë mirë dhe ky vlerësim i madh, po them, është falë dhe mediave, të cilat unë do të vlerësoj, dhe mediat e Shkodrës që kanë promovu jo thjesht historinë, por kanë nxit dhe promovu futbollin e femrave. Pra janë gazetarët e Shkodrës, ku do të përmend Gasper Markun, Juve, Gjergj Kolen, Adu Ruqin, Senad Nikšićin, të njerin Mejdan Zhivani, apo dhe të njerin Ymer Stërniqi, mikun ton Dëfrem Metasani, e tjerë janë shumë gazetarë të cilët jo vetëm kanë nxit dhe kanë promovu futbollin e femrave, por paralelisht në sinkron me këtë dhe historinë të cila tashmë dihet që ka filluar në Yban. Është një krenari e dyfisht kur Shkodra është promotore e futbollit të meshkujve dhe futbollit të femrave. Në lidhje me fillimit e futbollit të meshkujve, unë do të paralelizoj edhe futbollin e femrave. Pasi një pjesë e vajzave të fillimit të futbollit të femrave, të atyre ditëve, të organizimit të ndeshjes së parë, ishin vajzat e katekizmit të Kishës së Ybanit. Pra, nga ajo borë ku ka një larmi, zhvillon larmi aktivitetesh ndërto, ndoshta dhe organizime spontane, më pas ato pranuan që të ishin pjesë e këtij spektakli fillestar dhe sot një ndërto është dhe trajner tek ekipi i Ybanit, Loreta Jaku. Diçka fantastike në fakt. 20 vite pa shputje, thuajse Loreta Jaku nga dita e parë kur është krijuar Yban-Danja dhe vazhdon të jap kontributin e saj edhe sot. Vërtet, unë e kam theksuar, është edhe kushrinë ime, dhe vlerësuar vazhdimisht. Loreta është ajo vajzë që ka marrë dhe vajzët e katekizmit të Kishës Ybanit dhe ka së bashku me to që nga dita e parë dhe deri më sot Loreta vazhdon të jep kontributin deri para pak vitesh si futbolliste, tashmë si trajnere, ku ka ekipin U11 dhe U13 të Ybanit përsëri, pra kontribut tash 20 vite tek ekipi i Ybanit si futbolliste dhe si trajnere. Dhe nëse nuk do të kishte qenë ajo ideja e juve për të krijuar Yban-Danjën, Loreta Jaku nuk do të ishte kaq gjatë dhe duke marrë me futbollin e femrave. Absolutisht. Përveç saj, ajo ka marrë dhe edukimin fizik, e cila është dhe mësuese në një shkollë. Përveç asaj, së bashku me Pavla Jakun tashmë janë në përfundim të kursit të licencës, po marrë licencën A, UEFA, pra një ndër licencat e dyta më lartë që jep Federacia Shqiptare e Futbollit. Mendoj që pra edhe Loreta për tek kontributit që ka dhënë tek ekipi i Ybanit apo tek edukimi edhe i brezave, tashmë dhe ka dhe benefitet ato përfitimet e veta, pasi dhe si trajnere dhe si mësuese është fal këtij aktivizimi. Ka dhe djalin, ja ka ushqyer dhe djalit që është futbollist tek një ekipit të Shkodrës, ndërsa vajza është futbolliste tek ekipi i Ybanit, pra tradita vazhdon. Zoti Jaku, ka qenë vështirë sepse thatë një pjesë e vajzave ishin erdhën nga katekizmi, nga kisha e Ybanit. Pjesa tjetër, për të mbledhur disa femra, një ndërto dhe bashkëshortja juaj, për të shtuar dëshirë apo dhe vajza. Ka qenë vështirë të mbledhja atë ditë? Të them të ka qenë shumë e vështirë. Pasi vetë mentaliteti apo siç ne thjesht kena frikat e opinionin se si do ta gjykonin. Ne shpeshherë ne ruhemi nga paragjykimit, jo gjykimit. Dhe me të vërtetë ka qenë vështirë, por fal guximit të bashkëshortes, gjithashtu dhe megjithëse Emanuela ishte vogël dhe nuk kishte atë frikën, atë paragjykimin.
por fal dhe bashkëpunimit me gjithmonë njerëz të afërt. Ishte Loreta Kushërina, ishte Marin Jaku, trajneri dhe arbitri i parë në atë ndeshje, Kushëri. Ishtin dy mesat e mia, Argentina dhe Eleni. Ishte një shoqe që shkollës mesme, Terezina, ishin me pas dhe vajzët e katekizmit dhe njëna tjetën dhe u banë një organizim bukur. Në fakt, në vërtet, kisha frikë, a do banë 10 vajza, u banë atë ditë 14 vajza. Përveç asaj, për 3 ditë, kjo organizim u banë, një ideja ishte rastisht spontane në 1:30 në darkës, a bëjmë gjatë ditë, po a bëjmë, dhe për 3 ditë arrita të bëj organizimin. Dhe e bukra kësaj pjese, pasi vajzat dolin me uniformë sportive, që ishte një vështirësi në fakt i binje vajzat që delshin me uniformë sportive, ishte tifozëria, aty kishte 200-300 shikues, të cilët po shikonin me kurështje se çfarë po ndodhte. Por dinë që unë e shijova për te emocionet që kisha dhe të organizimit dhe të filmimit, dokumentimit, por shijova dhe pjesën, ndoshta edhe më pas, pjesën e tifozërisë të cilët duart trokiten dhe u arktuan. Dhe në ditën e vazhdim, pasi 2 herë në javë ato vajza vishin luanin sport, nëse të tjerë pagunin para ato luishin pa lek, pa parë. Në ditë të tjera mezi që prishin dhe vajzat të luanin futboll, të vishin të stërvitishin dhe tifozat që të shikoshin këtë spektakël të bukur, që po lindë në ban. Gradualisht u krijua ekipi i parë. Me pas erdhi rrallë ekipeve të tjera, derisa më rritëm tek kupët e para që organizuan në Shqipëri, ku mori pjesë si Bandanja, madje ka fituar disa prej kupave. Në gjatë kësaj kohe që ne vazhdoshim aktivitetin për këtë pjesën argëtuese, Gasper Marku, gazetari minor Gasper Marku, më krijoi një kontakt me mikun tim Genci Mere, gazetari sportiv, gazetarin Genci Mere nga Tirana, i cili kishte një ekip. Dhe po kërkonte ekipe në Shqipëri ku mund të ketë ekipe futbollit femrave për të organizuar një model mini kup, mini kampionat, por në formatin 5-5. Them të drejtën, ne pritem me kënaqësi, pa ditur mirë se si do funksiononte një gjë tillë. Dhe ishte ekipi i Tiranës, ekipi i Rubikut, ekipi i Korçës dhe i Bani. Organizimi po u bë me 13, 14, 15 gusht në Sarandë, ku si vëzhguesi i federatës ishte Indjeri i Malli Medin Zhega, i cili viti nga një eksperiencë, nga një specializim në kinë për futbollin e femrave. Dhe të them drejtën, ne u ndjemi mirë, pavarësisht te paraqitja jonë, sepse normalisht ekipet tjera ndoshta kishin disa ekipi Tiranës ishte pak më organizuar, sepse ne kishim ato vështirësitë tona, vajzat nga Jubani apo disa vajza nga Shkodra, të cilat unë duhet i vlerësoj, vajzat e shtëpisë fëmijës, megjithatë vajzat e shtëpiave. Dhe kishim ato vështirësi dhe ndoshta prezantimi i parë nuk ishte i mirë, sepse nuk arritëm të paraqiteshim mirë si ekip. Ndërsa me pas me 28 nënor, 27-28 nënor në Vlorë, Kupa Pavarësia. Mendoj që aty filloi ajo ngritja e ekipit të Jubanit. Dhe aty ditë ne mundëm Tiranën, Rubikun, Skënderbeu dhe fituam Kupën Pavarësia. Ishte një emocion i veçantë, pasi mediat e shkruara dhe vizive, ishte Shkodra, pra u harroi Jubani, Shkodra fiton Kupën Pavarësia. Janë ndëshkrimet të cilat, të them drejtën, edhe sot i kujtoj me shumë nostalgji dhe emocion, na dha një kënaqësi dhe na motivuan, na nxitën për të vazhduar. Ndoshta Shkodra sepse nuk e mendonin që një fshat si Jubani mund të kishte ekip futbolli. Informacioni ishte në fakt,
por ne u prezentojmë si Shkodra, pasi dhe uniformat tona të parat kret, ishin me ngjyrën kuqe blu. Pra, si përfaqësuesja e Shkodrës që është simboli i Shkodrës vllaznia. Gradualisht erdhën trofet, derisa erdhi momenti i kampionatit të parë në 2009. 2009 filloi duke ndryshu modeli, pra tash kalojmë nga formati formati 5x5 në Sarand, në Vlorë 7x7 në fushë të reduktume, në përsëri në Elbasan Kupa Verës që na doli në vend dytë. Kupa Verës ishte doli në vend dytë duke qenë prezente Kosova-Prishtinës, ekipi Kosova-Prishtinës prapë në formatin 5x5. Në 2008, pashku të 2009, më fal, ne organizojmë neshën e parë të futbollit femrave në formatin nërkombëtare të parë, në stadiumin Loro Buriçi. Edhe këtu të parë, sepse 1913 është Shkodra me independencën e Austro-Hungarisë, edhe këtu jeni të parë. Edhe kjo është një histori me veti ku Majman që shkallët tribunës ishin mund të ishim 2-3 shikues dhe kjo ishte diçka e veçantë. Më pas, në 2009 kampionati parë organizuar nga Federata Shqiptare e Futbollit. Ne zoom vendin e dytë, janë disa foto dokumentuese, janë edhe pamjet filmike ku ekipi i vendit e dytë merr medaljet dhe ishin medaljet e para zyrtare të dorëzuar nga presidenti Duka. Duka po nisi këtë ndeshje. Në fakt, finale ishte ju bani me Tiranën AS. Dhe Tirana AS si ekip kishte masivitet më shumë, fitoi këtë trofe. Më pas 2010 filloi duke ndryshuar, duke ushtuar ekipet. Dhe në 2010 përsëri në 2009 ju bani mori një trofe simbolik ku u shpall golçinin se më mirë e këtij torneu e këtij organizimi Emanuel Ajako. Normalisht për ne janë këto kënaqësitë që përveç ekipit edhe personale patjetër. Më pas në 2010 pat një përfshirje më të madhe në futbollin e femrave dhe sikur filluan egoja për të fituar, por ekipi u bën përsëri rundë një një nivel, po them, gjithmonë vend 2, 3 në këto vendet e para, pasi kaq ishte dhe mundësia jonë. Sepse ne kishim shumë vështirësi. Kishte fillu pak a shumë dhe, si të them, mënyra e tregut në thojza, po them, të futbollistëve, të blerjes së futbollistëve. Por vështirësitë ekonomike ishin të mëdha dhe ne megjithatë ne mundoheshim me ndonjë blerje me mbështetje të lehtë, po themi, pasi gjitha vajzat ishin të zonës, ndërkohë që ekipet tjera fillon duke ble lojtare cilësor dhe normalisht ne nuk mund të ishim në vendin e parë. Dhe në 2010 duket shpat kampione Ada 2011 Ada Velipojës. 2009-2010 ishin Tirana AS e parë, sa 3 kampionat tjerë pastaj ka fituar Ada e Velipojës. Ndërkohë që Juventusia fitoi në këto 4 vitet e para fitoi 2 kupat e Shqipërisë. Vjen 2012 dhe 2013. 2012 dhe 2013. Të them të drejtën, ishin emocione të papame. Dhe në fakt u rrit futbolli, kishte konkurrencë, kishte nivel të mirë të futbollit femër. Ndoshta pse jo edhe më të mirë se sot. Po ta shikosh në përgjithësi, filloi një konkurrencë, filloi një pasi ishin në ato fillimi ishte dëshira, ishte pasioni, ndoshta pjesa financiare nuk është se u diskutohet fort tek vajzat, pra nuk e thëte pasionin e pjesë. Kishte dhe kishte dhe masivitet. Sot sikur është ulur pak numri i vajzave që
duhet merren me futboll. Po. Dhe ndoshta edhe kjo pjesë. Megjithatë, urrit niveli I futbollit të femrave dhe në 2012-ën, ajo ishte 2012-ën ishte një, të them drejtë, një emocion I veçantë. Ai trofe zyrtar që ne morme, unë du ta kujtoj ato ditë shkurtit, me shi të ftoftë. Qëndrën e ekipe kombëtare në Kamës. Qëndrën e ekipe kombëtare në Kamës. Studios në ftoftë në shi. Ku ekipi I Banit fitoi 3-1 dhe du të kujtoj dhe me shtetin që edhe tifozëria, por gazetarët, mediat e Shkodrës ishin prezent aty, as I media e Tiranës, fakt. Kanë pas lartë. Dhe mediat e Shkodrës ishin me Adoruç, me ju, me Gaspri, Anton Zalli, se Desharova dhe Antoni si gazetar, dhe Antoni në fakt nuk u dakesh nga gazeteria sportive, por dhe them drejtën emocionet ishin të mëdha. Me pas kupa, jo më pak ishte dhe emocione kupa tjetër, pasi në fushën Rishit Rusi, ndaj Adës Velipojës fituam 3-2 dhe ato ishte një finale e madhe, e bukur. Them që këto janë emocione të bukura dhe kujtime të bukura. Normalisht ka disa vite që ekipi I Bandanjës, ekipi të rritura nuk është më, por janë vajzat, pra pjesë e ekipit të I Banit janë thash në disa ekipe në Shqipëri, por unë aktualisht kam vajzat e vogla të moshave, të cilat janë 2-3 vajza që janë pjesë e ekipit të vllaznisë, pra ekipi I Banit do të sipas një bashkëpunimit, tashmë do të furnizojnë ekipin e vllaznisë dhe janë 2-3 vajza të cilat janë cilësore që po kontribuojnë tek U17 e vllaznisë. Përtej që janë edhe disa vajza të tjera të rritura që janë tek vllaznia. Pra, ekipi I Banit sot është një, po them, një furnizues. Vazhdoj të jetë faktor në nxjerrjen lojtarëve të edukimit të vajzave. Në fitimin e 2 kupa Shqipërisë, padyshim besoj që ka kontribut edhe një nga dashamirësit e sportit, Agim Cani, I cili në rolin e sponsorit ishte ai që ndoshta ju bashkëpunim me ju bëri të mundur që ekipi të jetë shumë I fortë dhe të fitonte. Dhe ndoshta me pak fat mund të ishte edhe kampioni I Shqipërisë në 2013. Është vërtet, në 2011 dhe 2013 ishte pjesë edhe sponsor miku jem Agim Cani, të cilin du ta falenderoj, du ta përgëzoj, pasi falti në 2012-2013 kishim ekipin kombëtar shqiptare. Pra ai rriti që me mënyrën idenë e tij së bashku me trajnerin Krishtin Krepi të organizojnë dhe të banin për pjesë të I Banit, pothuajse të gjithë kombëtarën e futbollit të femra të Shqipërisë. Por fati nuk e dëshi që ne dilshim kampion. Ndoshta një ndër pengjet që unë e kam është një titull kampion. Ju titulli si trofe I kampionit, por në fakt ju keni titullin e themeluesit, e njeriut të themelimit të futbollit shqiptar të femrave, që besoj që është shumë e rëndësishëm se sa një trofe. Falenderoj. Kështu po e pandoj, kështu si që thoni ju, megjithatë ajo kupë me mungon. Trofe, sigurisht, mungon në vitrinën e ju Bandanjës, por ndoshta me shumë respekt, me shumë mirënjohje, ke për atë çfarë ke dhënë, se sa ndoshta të kishë marrë edhe një titull kampion. Të them të drejtën, unë edhe sot e theksova edhe pak përpara në takimet që ne kemi patur dhe me drejtues federatës dhe në takime të ndryshme apo në takime dhe spontane, e shoh që edhe nga opinioni sportëdashës, shumë sportëdashës të cilët më ndresojnë ndoshta edhe në rrugë, kalimtar që ndoshta I njoh apo nuk I njoh, me përshëndetje dhe më respektojnë si personi që ka dhënë një kontribut në futbollin e femrave dhe normalisht ky është një trofe që nuk ka vlerë që e mat. Dhe përmendet pak më parë që këto vitet e fundit nuk ekziston me ekipi të rriturave. Duket që e keni vujtur pak.
shkrirjen e ekipit të rriturve? Jo pak. Unë të them të drejtën, ndoshta diçka ndodh për diçka tjetër, për një arsye. Unë nuk është se doja të shkrija ekipin, por duke parë mundësitë e mia financare që nuk ishin për të mbështetur ato vajza, për të vlerësuar ato vajza, sepse ato vajza doshin një vlerësim më të madh. Nuk është thjesht pasioni, ka limitet e veta, ka kohën e vet. Duhet ndryshuar strategjia për t'ju dhënë përveç kënaqësisë dhe pasionit të vajzave, duhet dhe stimul, pasi ishte normale, ishte e kohës. Mendova të gjej një zgjidhje tjetër dhe kërkova një bashkëpunim, ose më ofru një bashkëpunim, të cilin, të them drejtën, nuk e pash si bashkëpunim, pasi për një vit ai bashkëpunim nuk funksionoi. Keni qenë në bashkëpunim me Morlanin. Ai nuk funksionoi bashkëpunim. Me pas adhëruan një vit në emrin e Kukësit, të cilit përsëri ato vajza pas lloj mbështetjet financiare, që pa mbështetje kisha marrë ndoshta edhe më mirë. Jo ndoshta, po e kisha marrë më mirë, sigur ka marrë për shumë vite. Megjithatë, me pas ato vajza ai grup u shpërba. Më vjen keq për disa prej vajzave që kishin talent, si që ishin Batile Tanushi, Ornella Dheshi, të cilat mund të ishin sot pjesë, jo mund të ishin pjesë e kombëtarës së futbollit femra, ishin vajza me një talent pa pa, me ego pa pa me. Ose ka dhe futbollistë të tjerë të cilat e lanë futbollit pas asaj shpërbamje. Kjo është përveç pengut që unë nuk arrita ta mbaj ekipin, ishte edhe keqardhje për këto vajzë që janë investuar shumë për ato vajzë, që ato vajzë të bëjnë futbolliste, dhe me pas të lihen të lihen të ikon të lira, nuk ishte normale. Dhe ato vajzë tashmë kanë lënë futbollin, dhe kjo është ajo që unë nim. Kjo disha të pyesja, ke informacion çfarë ndodh me to, apo përfundimisht janë divorcuar nga futbolli? Përfundimisht nga ato vajza unë marr shpesh mesazhe, por mesazhe dhe keqardhje që nuk janë pjesë dhe që unë nuk arrita ta organizoj përsëri ekipin e mbajt. Por vështirësitë e mia financiare nuk më lejoshin, pasi federata kishte bë një organizim disi ndryshe për ekipet të cilat nuk kanë ekipe meshkush, dhe unë nuk mund të investosh edhe tek ekipe meshkush. Dhe për këtë arsye financat nuk ishin financat. Gjithë financimin në ekipet. Nuk ishin financat e duhura, kështu që prandaj unë pranova më mirë të merrem me ekipet e moshave, pasi tek ato ndoshta nuk është shpenzimi i madh që kanë pasur ekipet të vajzave të mëdha. Përmendet që nga mesazhet e këtyre vajzave jeni edhe keqardhje, por në fakt shpeshherë në bisedat tona ju përmendi një batut të njërës prej ish lojtarëve tuaj, që natyrisht nuk po ja përmend emrin, që thotë nëse nuk do të kishte qenë babi Fredi, sot do të kishim qenë ndoshta edhe duke kullotur lopët në fshat. Të thënë të drejtën, jo vetëm. Sepse përmendet, Loreta Jako ka 20 vite, është mësuese, po me licencën A, është trajnere. Paula Jaku, Claudia Rotani, apo shumë emra të tjerë. Claudia Rotani, në cilë të cilët ndoshta janë bërë dikush i sot falë asaj atij investimi, falë punën që është bërë tek ky bandanje. Të them të drejtën, shumë nga këto vajzat dhe që janë apo nuk janë aktive në futbollin e femrave, që si trajnere apo si lojtare, secila që kanë marrë rrugët e jetës tyre për shumë arsye, të martuara, nëna, fëmijë etj. Shpeshherë marr mesazhe nga këto vajza, ndoshta kujtohen për festat, por ama gjithsesi për mua janë mesazhe të cilat më japin emocione, janë mesazhe pozitive, vlerësuese, për në mënyrën ashtu siç e thatë ju. Zdegu, keni stërvitur, keni patur në stërvitje dhe ndeshje për shumë vite me radhë shumë vajza. Cilët janë ato ndoshta që kanë lënë më shumë gjurmë tek ju për cilësinë, për talentin, për arritjet më të mëdha? Tash unë nuk mund të ndaj
dy vajzat e mia. Pasi unë nuk e di, kjo është një sakrificë familjare. Dhe të merresh me sportin, të investosh për sportin, duke ditur që nuk ka ndonjë ardhmë financiare të drejtën, apo në kushtet tona, së bashku me bashkëshortin, ato është një sakrificë e madhe. Pra kemi harru familjen e thojza, kishim mendjen top. Për te, këtyne janë shumë vajza, janë edhe vajzat mike nga Kosova, që një nërtar është Advije Veliu, 2 herë golshinuse ma mirë, Shqipëni 2 herë ka dalë golshinuse ma mirë, Claudia Rotani, një nër simbolit e Jubandanjes, përfaqësuesit më të mirë të Jubandanjes, janë Ajdena sot të Vllaznia, Ajdena Mustafa, Alma Ile që është emblem në vetë. Me arritje më të madhe. Absolutisht, po, me arritje më të madhe. Kam shumë vajza, po të është Loretën që absolutisht është 20 vjetë Loreta Jaku, Juban Shkodër, Juban Danje Shkodër, Gjulia Preqi, Suada Jashari, që është sot dhe tani. Pra ka shumë emra, me të vërtet. Janë rreth 100 sa vajzë të cilat kanë kalu te ekipi i Jubanit dhe normalisht është pak e vështirë t'i kujtoj të gjitha, por kena keni familje madhe. Mendoj që dhe sot ato kujtojnë për atë familje ku kanë dhënë kontributin e tyre dhe ku kanë jetuar, sepse të them familje madhe pasi të gjitha vajzat ishin vajzat e mia, sepse shpesh u përdorte Babi Fredi. Dhe familja Jaku nuk ka pas vetëm 5 antar. Absolutisht. Ka pas shumë më tepër. Dhe sot në mesazhet kur më dërgojnë ose kur marrin telefon, përsëri ekziston kjo shpreha Babi Fredi. Zoti Jaku, përmendën sakrificat financiare për të mbajtur një ekip, por shpesh në zonat e vogla, siç është Juvani, Shkodra, përmendën shpesh ato që ndoshta nuk e kanë idenë se si funksionon futbolli. Ke dëgjuar ndonjëherë të thuash që përfiton doganin, ka përfitime sepse kot nuk e mban ekipin ky njeri, sepse mendon që është shumë e lehtë. Ka përfitim për të marrë një ekip futbolli, por në fakt është një sakrificë shumë e madhe. Për të mbajtur një ekip futbollit aq më shumë gjithë këto vite, sepse unë akoma vazhdoj të investoj për vajzat të cilat mbase pas nesër o lan futbollin ose do ikin të një ekip tjetër, pra unë investoj për të mos marrë asgjë. Të them drejtën, kjo është shumë e vështirë, por unë e theksova ose në fillimet e intervistës diskutuam pak opinionet dhe paraqykimet. Nuk jam marrë, s'kam pas kohë më marrë me këto paraqykimet, pasi edhe aktiviteti mjekësor dhe si thush aktiviteti futbollistik me vajzat, pra të merr atë kohën e duhur dhe s'ke kohë të ndëgjosh opinionet e njerëzve se duhet të përqendrohesh tek veprimi që je duke bërë. Është diskutu, ndoshta është përmend, është diskutu në për opinionin, në për kafene, sepse njerëzit e kafeve dinë shumë gjëra që ka përfitime. Dhe për ndoshta edhe direkt kanë pasur që përfiton diçka që kot nuk e marr. Megjithatë të fyn atë pasionin dhe dëshirën për të bërë diçka të veçantë, unë nuk e kam marrë parasysh ato gjëra. Kam sfidu ato problematika dhe jam mundu me shumë dëshirë për të realizu për të vazhdu atë që unë realizova, atë ide që ishte në fillim, të vazhdoj sa më gjatë. Përmendëm disa prej lojtarëve më cilësorë që kanë qenë në vite pjesë e Jubandanjës, por në fakt tek Jubandanja, duke filluar nga trajneri i parë Marinjaku dhe deri tek i fundit, ka pasur edhe trajner edhe me një CV të mirë, edhe me një emër shumë të mirë në futbollin shqiptar dhe futbollin shqiptar, të cilët kanë qenë në bankinën e kësaj skuadre. Unë do të përmendi edhe trajnerët, pra nga Marinjaku
amator, po them amator fakt të luajti rolin e një profesionisti në atë dhe në vazhdimsi, pasi Marin e kam pas për disa vite dhe disa herë. Du të përmend Nikol Gjergjin e njerë, Një emër i njohur i futbollit. një emër i njohur, Krishni Krepin, Ta jo shumë pasionant dhe i sukses. dhe i suksesshëm, Ilir Dibren, Mbrojtës i Vllaznisë edhe me kombëtar ka qenë kombëtar, pjesë. Kasiot Preken, Qakun, Endri Qakun, të shishës po më të gjithë këta njerët kanë me pas Emanuel Ajaku, që në 2012 e mori licencën si trajnere nërtë parët, trajnere parë, Rok Gacin, po Pavle po kështu danë, pra, ka një numër, janë disa, shpresoj që mos të kemë marru në një, nga këto trajnet, të cilët ka dhënë kontributin e tyre ndër vite që Jubandania, Loreta Jakun, Jubandania të ketë vazhdimsinë e emrit të tij. Cili ka qenë momenti më i vështirë i gjithë këtyre viteve, gati 20 vite tek Jubandania? Momenti i vështirë ka pasur shumë. Pasi çdo ndeshje unë e përjetoja me emocion. Është gabim? Se di. Po ndoshta është karakteri që s'mund të. Ndoshta është edhe karakteri, por unë nuk do ta quaj gabim në fakt. Se nuk mund të ishte indiferent. Sepse ajo pjesë emocionale ka ato momente të bukura. Të thënë drejtën, do ta quaj moment vështirë kur ishte mundësia që ne të fitonin kampionatin 2013 dhe ai ishte një moment të thënë drejtë që na ka godit dhe pas ndoshta pas atij momenti Jubandania ishte konkurrente në të gjithë kompeticionet, por jo për synuar për të marrë trofen. Po momenti më i lumtur? Momenti më i lumtur ka qenë 2011-2012 kur a marr kupa parë e Shqipërisë. Ka qenë një moment. Në fund e kurrizove bë tuaj një trofe. Absolutisht ka qenë. Ne kemi marrë kupën 2008-ën, siç thash. 2007, me 20 nënor kupa pavarësia në Lorë, por momenti kupa zyrtare 2011-2012 për mua ka qenë momenti më i bukur. Janë pamjet filmike ku unë përveç se shiu po binte shiu i ftoftë me emocion, por kishin emocionet e mia ku sytë e mi së bashku me shiun po lagshitin fytyrën time. Unë kam parasysh si sot atë moment, sepse kemi qenë transmetim me televizionin Rozafa, në momentin e golit të Emanuel Ajakut. Rreth 30-40 metra vrap nga porta ku shënoi golin tek bankina për t'ia dedikuar juve. Besoj që ka qenë një nga kënaqësitë më të mëdha edhe këtë moment. Shumë emocion. Ka qenë një moment i bukur me vërtet. Aq më tepër që ai gol ishte goli i sigurisë titullit. Pikërisht. Familja. Shumë sakrificë, sepse ndoshta edhe i katërt, sepse dash pa dash edhe djali duke qenë pjesë e së familje, pavarësisht nuk është marrë direkt, por ka jetuar me shqetësimet e sportit. Kur ke një harmoninë brenda familjes, normalisht që organizimet janë bashkërisht, idetë ndoshta janë diskutuar. Për fat ne e kishim e filloshim nadjen ose mjesin si dush me top, përfundoshim darkë me top. Muhabete futbollit pra. Dhe djali më pas filloi duke na ndjek dhe duke bë atë rolin e dokumentuesit, po thojmë na, në momente të ndryshme, fotografisë. Normalisht që gjithë familjarisht edhe kemi shiu, sepse janë momente të ndryshme, por edhe kemi përjetu. Pra, u bë pjesë e rëndësishme e jetës, saqë shpeshherë harronim edhe gjërat më të rëndësishme të jetës, ndoshta, duke aq shumë na rrëmbej kjo pjesë e futbollit. Dhe kjo do të quajë një sakrificë, pasi edhe ambienti ku unë jetoj nuk ka ndonjë komoditet luks të madh siç shumë çdo njeri pretendon, pasi u përkushtuam shumë mas futbollit komplet familjarisht. Edhe kjo është një sakrificë e madhe. Kjo deshet pyesja. Ki shpenzuar shumë? Shumë. Ajo shtëpia pa shumë kushte ndoshta mund të kishte qenë vil.
Nëse do të Pallat? do të marrë me futboll Ose pallat. ose pallat. Dhe ju vjen keq që e bëhet këtë zgjedhje? Jo, aktualisht nuk më vjen keq. Nuk më vjen keq në vërtet, sepse ndoshta ajo vlerë monetare nuk ka vlerën e kësaj historie. Mundem të bëj një krahasim, vjen nga një nga miliarderët e botës për të vizituar Koloseun. Dhe Ciceroni gjatë tregimit të vendit dhe historisë, miliarderi duke patur atë prepotencën e të kenut i pasur, çfarë vlet ka, pyet Ciceroni, çfarë vlet ka Koloseu komplet? Thot ka i vlerë 2000 vjeçare. Kyshi edhe historia e futbollit femror sot ka një vlerë 20 vjeçare, edhe ma marr mend që ajo vlerë lekut që është shpenzu, nuk është asgjë para kësaj vlere. I vjen keq që futbolli femror sot, patëm ky është mendimi im, po kalon një moment vështirë. Pavarësisht politika që do të bëjë federata, po flitet për 4000 vajza apo edhe më shumë gjëra të regjistruara, por në fakt nuk po e shohim këtë mori vajzash, po shohim një cilësi kampionati të dobët ku sot mund fitosh ndeshje edhe 20-0 apo edhe shumë gjëra të tjera. Mu mban përshtypje diçka dhe nuk është se duhet të delegoj këtë vrejtje federatës, megjithatë federata është përgjegjësi kryesore. Pavarësisht edhe të një apo dy individëve, por federata ka ndërkohë. Pasi normalisht duhet të gjej personin e dur dhe sepse futbolli femra nuk është njësoj si futbolli i meshkujve. Se në futbollin i meshkujve, futbolli i fëmijëve, djem, ka një numër konsiderueshëm, ka një masivitet pa pa. Nëse futbolli i femrave ka të specifikën vet. Unë kam arrit me pas brenda një periudhe 70 vajza të moshave. E sot 70 vajza të moshave Shkodra nuk e ka. Nuk e ka gjë Shkodra. Pra, duhet federata të përdorin metodat e duhura, jo metoda abstrakte. Jo thjesht numër vajzash. Po përmend një ekip. Lushnja ose edhe ekipe tjera, po them Lushnja të sa vite, që në Lushje ka njerëz, se s'po them për Gramshin që s'ka si njerëz, pavarësisht se ka një ekip. Lushje të sa vite është në një njëjtë nivel. Janë shumë ekipe. Apo not, apo thjesht merret një fond edhe asgjë. Ekipi mbushet me vajzat të shkollave. Pra shkruajnë emrin e vajzave të shkollave dhe o burra e njëjta situatë për servitin tjetër. Pra federata duhet të jetë më vigjilente në këtyre situatave. Dhe pse mos të kërkoj llogari? Ku të shkon ai fond që federata e për futbollin e femrave? Ndërkohë që kemi 2-3 ekipe, 3-4 ekipe që kanë farë rivalitetit, po them. Megjithatë rivalitet nuk ka, sepse vllazënia normalisht është absolute. Por tek politikat e zhvillimit të futbollit femror, mendoj që ishin gabume që para disa viteve me futbollin në shkolla, që ishin ato projektet e federatës, të cilat rezultuan të dështuara. Përmendet që vetëm ju keni pas 70 vajza të vogla të regjistruara, të cilat kanë luajtur, kanë njerëz të vitit çdo ditë. Mundem me tregu një detaj të kësaj pjese. Në atë kohë kur unë isha i përfshirë totalisht me familje dhe me emocione ndaj futbollit femrave, unë kam përdorur metodat, përveç se ishte një farë, si tush, raporte me vajza si me fëmijë të vegjël, sepse normalisht ishin fëmijë të vegjël, por si me fëmijë të vegjël të mesa dhe nipa. Unë çdo ditë, po thuaj çdo ditë, i kam stimuluar vajzat me disha me çokoladë. Pra i kam kriju ambientin e dashur për to, jo vetëm thjesht me futboll, po edhe me qëndrimin e tyre. Pra ka, unë s'po them që të gjithë mund ta bëjnë, por ka mënyra të ndryshme që ato vajzat vinë me dëshirë dhe të vinë të urrejnë numrin e tyre. Jo, në fakt ka qenë edhe 4 ekipe të futbollit femror në Shkodër. Sot 1/2 Atletiku është me emrin Laçi, por edhe ai me shumë vështirësi, nuk e di nëse të vazhdoj apo jo funksionimin e tij. Pra kjo është një tjetër tregues që futbolli femror po shkon drejt degradimit. Atëherë, nëse
unë do t'i bëj edhe thirrje Lazit, megjithëse e kena diskutuar shpeshherë, presidenti i shoqatës rajonale Shkodrës, që të gjejmë mënyrën, pavarësisht se si e ka udhëzimit nga Federata Shqiptare e Futbollit, besoj që këtu nuk e pengon Federata, të gjejmë mënyrën dhe të organizoj aktivitete me vajza, se kështu kam organizuar aktivitete privatisht në shkollat Gurizi, të Laçit Vadensit apo të Bushatit, kam shku vetë së bashku me Emanuelin apo Paulin dhe kam bërë thirrje në bashkëpunim me drejtorët e shkollave, kam bërë thirrje, kam dhuru 2 topa futbollit, kam dhuru stërlapsa, kam gjetë mënyra që ato vajza t'i binë dhe t'i ofroj pranë futbollit. Kështu që kam thash përpara, kam mënyra sa dush që dhe ka vajza sa dush që kanë dëshirë me lutë. Normalisht që është punë pak e vështirë që duhet të bëhet punë binse edhe me prind, se ka shumë prind që nuk e lejojnë. Megjithatë, gjithçka realizohet, nëse ka vullnet për të bërë diçka. Gjatë bisedës përmendën faktin që presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, që tashmë është një personalitet sepse është zëvendës presidenti i UEFA-s, ka qenë 2 herë në Juba, pikërisht për futbollin e femrave. Ashtu siç kanë qenë edhe shumë media kombëtare për të bërë reportazhe apo kronika në lidhje me Jubandanjen. Ndjeni vlerësuar nga Jubani dhe zona përreth? Ne jemi vlerësuar, nuk mundem që të ndaj, të seleksionoj opinionet apo vlerësimet e njerëzve, megjithatë në përgjithësi ne jemi vlerësuar. Dhe nga njerëzit e thjeshtë, ne jemi vlerësuar dhe disa vite më parë komuna e Gurizi me të njerin Martin Lazi ka dhënë vlerësim për futbollin e femrave. Normalisht mirë njohet, certifikata mirë njohet. Ne jemi vlerësuar dhe nga drejtuesit aktual. Megjithëse pushteti vendor dhe qendror nuk janë kujtuar për këtë pjesë të kësaj historie. Shpresojmë që ato një ditë në të ardhmen do kujtohen, por megjithatë mu më kënaq më shumë ai opinioni dhe vlerësimi i publikut dhe i sportdarësve. Edhe në një intervistë përpara disa kohësh e ke lënë të hapur ndoshta idenë e rikrijimit të ekipit Jubandanje. Ju ngacmon sërish kjo ide apo është një ëndër ansirtar tashmë? Asnjëherë nuk është ëndër ansirtar, mund të jetë deri në moment që dalin edhe nga ansirtari. Nëse sikur unë të kisha mundësitë financiare, ekipin e Jubanit do ta riorganizoja përsëri. Por aktualisht situatat janë jo vetëm tek ne, por në përgjithësi unë nuk është se jam jam në një biznesmen që mund të krijoj të ardhmen sa të marr një ekip, por sikur të ishin mundësitë, do ta riorganizoja përsëri. Sepse kam dashuri. Përmendëm 5 pjesëtarët e familjes që deri diku të gjithë janë të lidhur me sportin, por në fakt prej gati 10 vitesh janë 6. Sepse është edhe dhëndri juaj, kolegu jon Anton Zalli që është bërë pjesë e kësaj familje. Edhe kjo gjithmonë lidhe me Jubandanje, aty nisi njohja. Po, aty është një histori e veçantë, pasi gjatë kohës që Antoni po ndiqte ekipin e Jubanit për reportazhe apo për aktivitete ndryshme, siç duket, i ranë sy një nga vajzat dhe pikërisht Emanuela, dhe unë jam shumë, edhe ju bëj pjesë e ekipit Jubanit, unë jam shumë i lumtur të them drejtën me këtë lidhje, dhe fatmirësisht ato janë në Angli tashme me një familje të mrekullueshme, kanë 2 djem, Manuelin dhe Eliani, dhe një qershia mitot që është Anja. Nuk na vjen mirë që kanë ikë nga Shqipëria, pasi kontributi në vendin tanë gjithmonë edhe nëse nuk duket lën gjurmë, ndërsa në vendet huaja nuk e di se ku mund të duket. Megjithatë, lumturia tyne dhe ajo arritja tyne më jepet kënaqësinë. Shpresojmë që pasioni i Emanueles
për futbollin të jetë ende prezent, ashtu si edhe dëshira e Antonit për të rikthyer sërish në vëmendje kohën e gazetarit sportiv dhe pse jo 3 fëmijët, por patën vajza ndoshta të jetë pjesë e futbollit femër dhe pse jo edhe kombëtare shqiptare pas pak vitesh. Nuk e di këtë pjesë në base gjithë që mundohen, por di të them këtë që unë kësaj që kam shku në Angli, ose kur ka patur dhe kombëtarja shqiptare dhe kemi shku familjarisht me pa kombëtaren, po kështu dhe kur luajti vllaznia përsëri me Chelsea, vllaznia femër me Chelsea, ishim familjarisht, pra Antoni, Emanuela, 2 djemë dhe vajza, dhe në ndeshje tjera, pra paktën duke njek, base mund të krijohet një dëshirë dhe një pasion për futbollin. Megjithatë fëmijët përsëri aktivizohen në stërvitje në Angli. Zotëllë, ishim për gati 1 orë në këtë bisedë. Shpresoj që kemi rikthyer sërish vëmendje disa nga kujtimet, momentet e bukura por të vështira të periudhës gati 20 vjeçare të Bandanjës, ku me këtë skuadër keni lënë zhurmë në historinë e futbollit të femrave. Të falenderoj për këtë bisedë. Unë ju falenderoj për emocionet që më kujtove, më zgjove dhe më dhurove, dhe me 6 shtator të 2025 është 20 vitori dhe shpresoj që ta dëgjojnë dhe drejtuesit shoqatës renale patjetër, por dhe drejtuesit federas, dhe të jenë pjesë e një aktiviteti që të kujtohet një histori që filloi nga Jubani dhe tashme ka këto përmasa. Dhe pse jo me 6 shtator të jetë edhe ekipi i Bandanjës i formuar sërish. Kjo është pak e vështirë. Shpresojmë gjithçka mund ndodhë. Ishim në këtë bisedë sonde në emisionin numër 55 podcastit tonë me presidentin e ekipit i Bandanja, të parit klub futbollit femër në Shqipëri, duke biseduar në lidhje me historinë gati 20 vjeçare të këtij futbolli në Shkodër dhe në Shqipëri. Kaq për sonde, do të takojmë sërish në emisionin e ardhshëm. Natën e mirë.